Dosja personale e Elion Mustafajt, aktualisht drejtuesi i prokurorisë së Fierit, po zbulohet si një shembull i qartë i dyfishtë i dështimit të reformës në drejtësi, një prokuror i kallëzuar 7 herë për korrupsion, lidhje me krimin dhe falsifikim dokumentesh, por i mbajtur në detyrë me bekimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionit të Vettingut. Sipas dokumenteve të siguruara nga pamfleti, në dosjen e tij personale, Mustafaj ka deklarime kontradiktore për periudhën e arsimimit dhe punës. Ai ka deklaruar se në 1 maj 2004, në moshën 24 vjeçare, ka filluar punë si kancelar me kohë të plotë në prokurorinë e Durrësit. Ndërkohë në të njëjtën periudhë ka deklaruar se ndiqte studimet universitare me kohë të plotë në Universitetin e Tiranës. Gjatë viteve 2003-2007 nuk ka deklaruar fakultetin, profilin apo specializimin e diplomës. Asnjë dokument zyrtar nuk konfirmon përfundimin e studimeve apo mbrojtjen e diplomës. Për më tepër, ai deklaron se në të njëjtën periudhë ka përfunduar edhe një master shkencor, megjithëse ende nuk ishte mbaruar studimet bazë universitare. Këto mospërputhje do të mjaftonin për të ngritur dyshime të forta për falsifikim diplome, por asnjë organ shtetëror nuk ka ndërhyrë për ta verifikuar. Në vend që të pezullojë për hetim administrativ, Mustafaj u emërua më 9 qershor 2023 drejtuesi prokurorisë së Fierit me firmën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.